Ramush Haradinaj. Është pikërisht ajo që paralajmëroi kolegu Dritoni gjatë paraqitjes live, është një iniciativë organizatës veteranëve të luftës së ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, që në hyrje tu jap simbolet e tyre në formë për krahjeje, pikërisht për thashin dhe të tjerët, ndërkohë ajo që gjatë ditës është spekulu rreth asaj se kush do të jetë kandidat për kryetar ose kryetare të kuvendit, para pak çastësh është bërë definitive, do të transmetojmë deklarimin e Mimoza Kusari Lilës dhe që sqaron taktikën e vetëvendosjes qysh kanë sot, për të kthy për ta komentuar edhe këtë çështjen me cilën PDK-ja është ka tenton që të shtyj pra rezolutën e konfirmuar edhe njëkohësisht qëndrimin e vetëvendosjes rreth listës serbe. Sot kemi ardhur për të konstituuar organet e Kuvendit të Republikës së Kosovës në një ditë e cila është konsideruar se tashmë është e vonuar për faktin se shkoi shumë gjatë edhe procesi i rinumërimit. Kemi ardhur në